Kur ka mbetur vetëm një vit nga zgjedhjet lokale të 2027-s, të cilat sipas ligjit parashikohet të mbahen mes datës 15 prill dhe 15 maj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon nga bashkitë përcaktimin paraprak të ambienteve të cilat parashikohet të shndërrohen në qendra votimi. Në shkresën nisur bashkive, saktësohet njëherësh dhe çfarë parashikon ligji lidhur me ambientet e lejueshme. Sipas kodit zgjedhor, qendrat e votimit duhet të vendosin në ambientet publike, kryesisht shkolla, qendra komunitare ose institucione shtetërore. Ambienti duhet të jetë i aksesueshëm, të garantojë neutralitet politik, qetësi dhe siguri gjatë procesit të votimit. Ambientet e qendrave të votimit duhet të sigurojnë hapësirë të mjaftueshme për dhomat e fshehta, vendosjen e kutive, pajisje teknologjike, mjedise të aksesueshme për persona me aftësi të kufizuar, ndriçim të përshtatshëm dhe kushte infrastrukturore që garantojnë siguri e fshehtësi të votës. Letra mban firmën e vulën e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve Ilirian Cilibashi, i cili po ashtu u bën me dije bashkive respektive që kanë në dispozicion 10 ditë kohë për përcaktimin e qendrave të mundshme. Bashkitë duhet të vënë në dispozicion të KQZ-ve listën e ambienteve publike të mundshme, të sigurojnë gjendjen funksionale të tyre dhe të bashkëpunojnë për çdo modifikim të nevojshëm. Ju kërkojmë që brenda 10 ditëve nga marrja e kësaj shkrese të përcjellni listën e ambienteve publike të propozuara për qendra votimit, të cilat kanë votues me aftësi ndryshe, vlerësimin teknik dhe masat për përmirësim nëse është e nevojshme. Nga zgjedhjet e fundit lokale, Partia Socialiste arriti të marrë shumicën ndërmuese të bashkive, ku nga 61 në total fitoi në 54 prej tyre, përballë 7 bashkive ku fituese doli Partia Demokratike. Kjo e fundit pas përsëritjes së zgjedhjeve në Himar për shkak të arrestimit të dënimit të Fredi Belerit për korrupsion zgjedhor, ra në 6 bashki, e një ju shtua majorancës socialiste në administrim.